Jam 95 vjeç. Këto janë ushqimet që kur nuk do t'i haja. Kur mbusha 95 vjeç, niprit e mbesat më pyetën diçka të thjesht, por shumë të thellë. Gjysh, cili është sekreti yt për një jetë kaq të gjatë? Nuk u përgjigja me njëherë. Jo sepse nuk e dija përgjigjen, por sepse e dija që nuk ishte ajo që prisnin të dëgjonin. Nuk ishte ndonjë pilul magjike. Nuk ishte ndonjë dietë moderne. Nuk ishte as ndonjë mrekulli shkencore. Sekreti im ishte shumë i thjesht, çfarë kam ngrënë kurrë. Kam jetuar luftëra, varfëri, humbje, por edhe dashuri, gëzim dhe shëndet. Kam parë njerëz më të rinj se unë të shuhem para kohe, ndërsa unë jam ende këtu, me mendje të kthjellët, këmbë që më mbajnë dhe zemër që rre fort. Dhe sot, dua t'ua tregoj këtë të vërtet, pa zbukurime, pa marketing, pa gënjeshtra. Ushqimet ultrat përpunuara, armiku i heshtur. Në rinin time, ushqimi vinte nga toka, jo nga fabrika. Nuk kishte etiketa të gjata me përbërës që nuk i shqiptoje dot. Kur fillova të shihja brezin e ri të ushehej me produkte të ambalazhuara, e ndjeva që diçka nuk shkonte. Ushqime që kur nuk i bëra pjesë të jetës sime. Sugjuk industrial, sallam të lirë, proshuta të mbushura me kimikate, ushqime readytoeat, snacke artificiale. Trupi i njeriut nuk është ndërtuar për të tretur ngjyra artificiale, konservant dhe përforcues shijeje. Këto ushqime nuk të vrasin me njëherë, të shkatërojnë ngadalë. Kam parë njerëz që hanin shpejt gjithë jetën dhe u plakën shpejt. 2. Sheqeri i bardhë, ëmbëlsia që mashtron trupin. Në shtëpinë time, sheqeri ishte luks, dhe ndoshta kjo ishte bekim. Nuk u mësova kur me pije të gazuara, ëmbëlsira industriale, biskota të mbushura, çokolata artificiale. Sheqeri i bardhë nuk është ushqim, është stres për pankreasin, helm për enët e gjakut, armik i trurit. Kur sheh sot diabet, obezitet, lodhje kronike, depresion shumicën e herëve, gjurma e parë çon te sheqeri. Unë zgjodha mjalt të pastër, fruta të stinës. Asgjë më shumë se kaq. Trupi nuk ka nevojë për bombë sheqeri, ka nevojë për ekuilibër. 3. Vajrat e rafinuar lëngje që nuk janë ushqim. Kur isha i ri, përdornim vaj ulliri ose dhjam shtëpie. Sot shoh raftet e marketeve plot me vajra të panjohur. Kur nuk kam përdorur. Vajra të rafinuar industrial. Vajra lig. Margarina. Këto produkte duken të pastra, por janë të vdekura nga ana ushqyese. Ato dëmtojnë zemrën, rrisin inflamacionin dhe ngadalë shkatërrojnë metabolizmin. Vaji i ullirit i mirë nuk ka nevojë për reklam, e ndjen nga shija, nga aroma, nga efekti që ka në trup. 4. Bukë e bardhë, bark i mbushur, trup i uritur. Bukën e kam dashur gjithë jetën, por jo çdo bukë. Bukën e bardhë të rafinuar, e shmanga sa munda. Nuk e bëra kur bazë ushqimi. Ajo mbush stomakun, por nuk ushen trupin. Të jep uri pas pak orësh, të lodh, të bën të shto shpesh. Unë zgjodha bukë misri, bukë gruri të plot, bukë të bërë në shtëpi. Zora është truri i dytë. Nëse e ushen keq, të gjithë trupin e ke keq. 5. Alkooli i tepërt, gëzimi rem, çmimi i lartë. Nuk them që nuk kam pirë kur një gotë, por kur nuk e kam përdorur alkoolin për të haruar, për të qetësuar apo për të mbushur boshllëqe. Kam parë burra të fortë të rrëzohen jo nga varfëria, por nga alkooli. Alkooli dëmton mëlçin, dobëson trurin, shkatëron zemrën. Një gotë e rrallë nuk vret, por zakoni vret ngadalë. 6. Mishi i tepërt, forca nuk vjen nga tepria. Mishi ishte i shtrenjtë, nuk hahej çdo ditë, dhe kjo na mbajti gjallë. Sot shoh pjata ku mishi mbulon gjithçka. Trupi nuk është i ndërtuar për këtë. Tepria e mishit rrit inflamacion, ngarkon veshkat, ngadalson tretjen. Unë hëngra mish, po, me mas, me perime, jo çdo ditë. Sekreti nuk është të heqësh dorë, është të mos e teprosh. Në 95 vite kam mësuar një gjë. Trupi nuk harron. Ai mban mend çdo zgjedhje. Ajo që ha sot është shëndeti yt pas 10, 20, 30 vitesh. Zakone të thjeshta që më shpëtuan jetën. Gabimet që pash te brezat e rinj. Nuk kam ndjekur libra mjekësor. Kam ndjekur trupin tim, dhe trupi gjithmonë flet, vetëm duhet ta dëgjosh. 1. Perimet, mjekët e heshtur të jetës sime.
Në tryezën time, perimet ishin gjithmonë mbretëresha, jo si dekor, por si bazë ushqimi. Çdo ditë, në forma të ndryshme. Hudër, spinaj, pungë, fasule jeshile. Këto ushqime pastrojnë gjakun, forcojnë imunitetin, mbajnë zorët në punë. Hudra ishte ilaçi im natyral. Kur ndihesha i lodhur, kur ftohesha, kur trupi më jepte sinjale, hudra ishte aty. 2. Supat, ushqim që shëron. Nuk kam kaluar ditë pa supë. Edhe në verë, supë me perime, barishte. Supat hidratonin trupin, lehtësonin tretjen, qetësonin stomakun. Kur isha i ri, supa ishte ushqim i varfër. Sot e kuptoj, ishte ushqim i mençur. 3. Frutat e stinës, ëmbëlsi nga Zoti. Nuk hëngra fruta gjithë vitin. Hëngra vetëm ato që jepte toka në atë moment. Moll në vjeshtë, por tokaj në dimër, qershi në verë, fiq në fund gushti. Frutat e stinës nuk lodhin trupin, përthithen lehtë, mbajnë trurin të kthjellët. Trupi e njeh kohën, nëse jep ushqim jashtë kohe, e huton. 4. Drithërat e plota, energji që zgjat. Nuk kam ngrënë shumë, por ajo që kam ngrënë më ka mbajtur. Drithëra që nuk më munguan. Mis, grur i plot, elb. Këto ushqime mbajnë sheqerin stabil, japin energji të qëndrueshme. Nuk lodhin pankreasin. Barku im nuk ishte kurrë i fryrë, as mendja ime. 5. Produktet e qumshtit, por vetëm të pastra. Qumësht kos, djath po, por vetëm nga fshati, pa kimikate, pa teprime. Një tas kos në darkë ishte ilaç për zorët. Djathi, me mas, më forconte kockat. Çdo gjë e mirë bëhet e keqe kur teprohet. 6. Uji, ilaçi që njerëzit harrojnë. Kam pirë ujë edhe kur nuk kam pasur uri. Kam pirë ujë para se trupi të lodhej. Uji pastron veshkat, qetëson zemrën, mbështet trurin. Shumë sëmundje fillojnë nga dehidratimi, por njerëzit e ngatërojnë me uri. 7. Thjeshtësia, sekreti që askush nuk e shet. Nuk kam ngrënë 5 vakte në ditë. Nuk kam numëruar kalori. Nuk kam ndjekur dieta moderne. Kam ngrënë, thjesht, ngadaj, me mirënjohje. Trupi nuk ka nevojë për shumë, ka nevojë për të drejtën. Një rrëfim i vogël nga jeta ime. Një mik imi, më i ri se unë, hante gjithçka që i dilte përpara. Qeshte kur i thosha, kujdes çfarë fut në bark. Vdiq në moshën 63 vjeç. Nuk po friksoj askënd, po them një të vërtet që e kam parë me sytë e mi. Mesazh për ty që po lexon. Nuk është vonë, edhe nëse je 30, 50 apo 70 vjeç, trupi fal kur e respekton. Zakone ditore që më mbajtën të fortë. Gabimet më të mëdha të brezit modern. Çfarë do t'i thoja vetes sime, nëse do të isha sërish 30 vjeç? Kur arri në këtë moshë, nuk numëron më vite që ke jetuar, por zgjedhjet që të sollën deri këtu. Disa i bëra mirë, disa jo, por çdo gabim më mësoi diçka që sot vlen më shumë se ari. Nëse do të isha sërish 30 vjeç, nuk do të ndryshoja botën, do të ndryshoja veten time. 1. Do ta dëgjoja trupin që në shenjën e parë. Trupi i flet gjithmonë. Lodhje, dhimbje e lehtë, pa gjumësi, fryrje. Ne i quajmë gjëra të vogla dhe i injorojmë. Kjo është gabimi më i madh. Sëmundja nuk vjen pa pritur. Ajo troket ngadalë. Unë pata fat që e dëgjova herët. Nuk do ta mbushja barkun, do ta usheja. Kur isha i ri, mendoja se forca vinte nga sasia. Sot e di, forca vjen nga cilësia. Një pjatë e thjesht, e pastër, e ngrënë ngadalë, vlen më shumë se 3 pjata të rënda. Kur ngrihesh nga tavolina pak i ngopur, jo i rënduar, ke bërë zgjedhjen e duhur. 3. Do të lëvizja çdo ditë, edhe pak. Nuk kam bërë palestër. Kam ecur në mëngjes. Kam ecur pas ngrënjes. Kam ecur kur isha i mërzitur. Ecja pastron mendjen, forcon zemrën, mban këmbët të gjalla. Këmbët janë jeta. Kur dorëzohen këmbët, dorëzohet trupi. 4. Do të flija më herët dhe më qetë. Nata nuk është për telefon, është për trupin. Gjumi riparon qelizat, qetëson trurin, forcon imunitetin. Shumë njerëz han mirë,
por flen keq dhe prap sëmuren. 5. Nuk do ta mbaja stresin brenda. Kam humbur njerëz. Kam kaluar varfëri. Kam qarë në heshtje, por nuk e lash zemrën të helmohej nga mlefi. Stresi i mbajtur brenda shkatëron zemrën, rrit tensionin, plak shpejt, fola, eca, u luta, qesha kur munda. 6. Do të zgjidhja njerëzit me kujdes. Jo çdo njeri meriton energjinë tënde. Rrethova veten me njerëz të thjesht, njerëz që qeshnin, njerëz që nuk ankoheshin gjithë ditën. Shpirti ndikon drejt për drejt në trup. 7. Do ta respektoja ushimin si ilaç. Ushimi nuk është argëtim i përditshëm, është marrëveshje me trupin. Çfarë jep sot, ta kthen nesër. Kam ngrën pak, por pastër, dhe trupi ma ka kthyer me jetë të gjatë. Një mesazh i fundit për ty. Nëse po e lexon këtë dhe mendon, është vonë për mua, jo, nuk është. Trupi i fal, trupi i shëron, trupi ringrihet kur e respekton. Nuk ke nevojë për dieta të shtrenjta. Ke nevojë për ushqim të vërtet, lëvizje, qetësi, durim. Fjala ime e fundit, nga një 95 vjeçar. Nuk kam jetuar gjatë sepse kam pasur fat, kam jetuar gjatë sepse nuk e kam keqtrajtuar trupin tim. Jeta e gjatë nuk blihet. Ajo ndërtohet kafshat pas kafshate, ditë pas dite.